Fillimisht e kisha fillu prej deklaratës... Po do është ndrimi ideologjik ka praktik. Aqë që po ta ridefinoj pyetjen. Prezenca e kryeministrit Kurti në New York gjatë javës takimeve të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është e mirë në kuptimin e prezencës. Tregon që kryeministri është prezent aty ku takohen liderët të gjithë botës. Edhe deklarimet e tilla unë i shoh më shumë si nevojë për vëmendje, se sa për leverage, se sa që mund t'i ndihmojnë atij për me arrit ndonjë qëllim politik. Këtë drejtim ja ka arrit në kuptimin me marrë vëmendje edhe me pas prezencë. Mirë po, kjo vëmendje duhet me u shoqëruar me veprime konkrete. Nëse është e vërtet që distancimi i Amerikës, tërheqja prej planifikimit të dialogu strategjik është bërë për shkak të këtyre arsyeve që lidhen me veriun, atëherë çka duhet bëjmë ne që ta zhbllokojmë situatën. Nuk mund të vetëm ta konstatojmë ose vetëm ta përshkruajmë arsyen e tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga ai dialog, po edhe nga një lloj ftohje diplomatike, dhe të mos bëjmë asgjë. Kështu që në këtë kuptim, vëmendja është pozitive, prezenca në New York është pozitive, mirë po qëndrimi i diplomacisë amerikane nuk ndryshon me deklarata, por me veprime konkrete të cilat duhet të ndodhin në Kosovë. Ndërkohë që në të njëjtën kohë ne e kemi presidenten Osmani, e cila po tregohet shumë e kujdesshme edhe ka filluar të marrë pjesë edhe në takime sikur ai me Grenellin, për ta përçuar mesazhin e një lloj konstruktiviteti të Kosovës në tavolinat rajonale dhe ndërkombëtare. Sa e suksesshme do të jetë kjo qasje, mbetet të shihet, por mendoj që ka sinjale pozitive, sepse deri në një farë pike ne i kemi refuzuar edhe tavolinat, kështu që kjo qasje e kujdesshme e presidentes mund të na afrojë sërish në raportet tona diplomatike, jo edhe me Amerikën, por edhe me aktorë të tjerë në Bashkimin Evropian. Kjo që ka për thot kë kolegu, këto për thujnë kryeministri me këto Kosova. Mirë po Amerikanë po dhënë këtë tjetër shka, i kanë ndërprej dialogun për shkak të sulmit në sistem drejtësisë edhe gjykatës kushtetuese. Kjo është arsyeja pse kanë ndërprej, si po thojnë Amerikanët. E këto çka the ti këto për thot Albini me këtë grupin e vet. Learta, më që të më ndërhy... Unë vetëm ju referova deklaratave të... Sa të dhënë se Albini, daj. Ju referova deklaratave, nuk i... Unë kam informata zyrtare në bashkëpunim me disa shoqata shqiptar-amerikane në New York, kur kam qenë pjesë dhe bashkë këtyre bisedave me disa kongresistë që kanë marrë dhe arsyetimin zyrtar nga State Departamenti, e cili është arsyetimet apo arsyetimi zyrtar për këtë pezullimit të fillimit të dialogut strategjik.